Pagave të gjyqtarëve duke pranuar pjesërisht kërkesën e paraqitur prej tyre. Gjithashtu kjo gjykatë vendos të detyrojë kuvendin të miratojë ndryshimet ligjore të nevojshme sipas arsyetimit të këtij vendimi brenda datës 31 korrik të këtij viti. Në këtë edicion mes të tjerave do të ndiqni e ngarkuara me punë e SBA-ve në Tiranë, Nancy Von Horn takon kryetarin e kuvendit Niko Peleshi. Kjo bisedë vjen një ditë pasi Rama prezantoi ndryshimet ligjore në kodin e procedurës penale. Pas dorëheqjes Melinda Karçanajt, kryeministri Rama prezantoi drejtorin e ri të Akshit, Tigli Tafën. Kreu i qeverisë mbrojti ish drejtore ishën duke besuar se do të dalë pastër nga akuzat për abuzime, tendrat dhe grup të strukturuar kriminal. Kosova shënoi sot 18 vite shteti pavarur. Përmes të ceremonive solemne u përkujtua sakrifica dhe lufta për liri nga komandanti legjendar Adem Jashari dhe ish krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Thirrjet në mbrojtje të vlerave të ushtrisë shërimtare kulmuan me protestën e mbajtur në Prishtinë. Mesazhe urimi dhe mbështetje ndaj Kosovës nga SBA dhe liderët evropian, sekretari i shtetit Marco Rubio konfirmoi mbështetjen e palëkundër për sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Në të njëjtën lidhje edhe Macron, Mattarella, Steinmeier dhe mbreti Charles. Kosova shënoi sot 18 vjetorin e pavarësisë me homazhe për ata që sakrifikuan për lirinë dhe thirrje kundër gjykimit të padrejtë të ish krerëve të UÇK-s në Hag. Në një seancë solemne në kuvend, krerët e shtetit edhe liderët e opozitës dënuan barazimin e UÇK-s me krimet e regjimit të Miloševićit. I pranishëm në seancë edhe presidenti shqiptar Bajram Begaj. Me ceremoni solemne homazhe për heronjtë e pavarësisë dhe thirrje për gjykimin e padrejtë që po ju bëhet në Hag, ish luftëtarëve të UÇK-s, Kosova shënoi këtë të marrë 18 vite pavarësi. Në një seancë solemne në kuvend, presidenti Vjosa Osmani tha se pavarësia e Kosovës u fitua me gjak nga ata që luftuan por nuk u nënshtruan kurrë. Ajo theksoi se nuk do të pranojnë kurrë narrativën që barazon krimin me luftën për liri. Pashtu kryeministri Kurti tha në fjalën e tij se barazimi i UÇK-s me krimet e regjimit gjenocidial të Miloševićit është i papranueshëm. Pavarësia e Kosovës u fitua me mund, me gjak, me sakrificë dhe me durim shekullor. Ajo u ndërtua nga ata që u persekutuan, u burgosën, u dëbuan, u luftuan, por asnjëherë nuk u nënshtruan. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin, është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Dita e sotme është ditë për kujtimi për të gjithë ata burra, gra e fëmijë që flijuan shumë çka e gjithçka për Republikën e Kosovës. Ne kujtojmë sot qëndresën paqësore të viteve 1990 dhe ne kujtojmë sot ushtrinë shërimtare të Kosovës. Ne përkulemi me nderim para dëshmorëve dhe përpiqemi që ta ruajmë dhe ta lartësojmë Republikën tonë edhe në emrin e tyre. Ndërsa kujtojmë datën e shpalljes së Republikës, brengosemi që krerët të ushtrisë shërimtare të Kosovës e të Republikës Kosovës po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët për liri kundër shtypjes një shekullore dhe kundër një regjimi gjenocidal. Periudhën e luftës për liri. Në seancën solemne ishte i pranishëm edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili deklaroi se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm. Sot është një ditë e madhe. Sot Kosova mbush 18 vjeç. Në jetën e një njeriu, kjo është mosha e pjekurisë. Momenti kur ëndrat e fëmirisë marrin formën e përgjegjësisë. Në jetën e një shteti, ky përvjetor është dëshmia se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, një shtet sovran. Mesazhe të forta në mbrojtje të ish krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag përcollën edhe përfaqësuesit e opozitës. Shtetësia nuk është vetëm flamur dhe himn, është siguri dhe drejtësi. Është rujtje e së vërtetës sonë historike. Sot festojmë, por njëkohësisht edhe reflektojmë, sepse ndërkohë që ne ndërtojmë të ardhmen,
Pjesa më e lavdishme e historisë sonë, lufta çlirimtare është në bankën e të akuzuarve në Hag. Këto dy rrugë, ajo pacore dhe ajo çlirimtare, janë rrugët e popullit tonë drejt lirisë dhe pavarësisë. Ato nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, ato e plotësojnë njëra tjetrën. Ato së bashku krijuan kushtet që Kosova të mbjetoj, të çlirohet dhe më në fund të bëhet shtet. Vetëm duke i respektuar të dyja, historia jonë mbetet e plotë dhe ndershme. Prandaj populli i Kosovës sot e nëpër Brezni do të respektojë lëvizjen pacore dhe luftën çlirimtare si vlera identitare të shtetit tonë. I pranishëm në seancën solemne ishte edhe Rifat Jashari, vëllai i komandantit legjendar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Adem Jashari. Ceremonit përkujtimore nisën orët e para të ditës me ngritjen e flamurit shtetëror pranë ndërtesës së qeverisë në Prishtinë, në prani të krerëve më të lartë të shtetit, përfshirë presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe kryetaren e kuvendit Albulena Xhiu. Ata zhvilluan edhe homazhe në varrin e presidentit historik Ibrahim Rugova, të veprimtarit Adem Demaçi dhe tek kompleksi memorial në Prekaz, për të nderuar familjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Forcat e sigurisë Kosovës dhe policia e vendit parakaluan në qendër të Prishtinës, duke shpalosur edhe kapacitete e modernizuara ushtarake me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë. Presidenti Vjosa Osmani i tha se ishin më të fortë se kur dhe gati për antarësim në NATO, ndërsa kryeministri Kurti deklaroi se FSK ishte gati të mbronte sovranitetin. Njësitë të forcës së sigurisë Kosovës dhe policisë parakaluan më 17 shkurt në qendër të Prishtinës në kuadër të ceremonive shtetërore për shënimin e 18 vjetorit të pavarësisë së vendit. Parakalimi i shoqëruar nga automjete ushtarake dhe pajisje të avancuara pasqyroi përpjekjet për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe të sigurisë së vendit. Teksa pohoi se pa kontributin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pavarësia nuk do të ishte realiteti që festojnë sot. Presidenti Vjosa Osmani u shpreh se FSK dhe policia e Kosovës po dëshmojnë çdo ditë se vendi është më i fortë se kurrë dhe gati për antarësim në NATO. Forca jonë e sigurisë dhe policia e Kosovës po na bëjnë çdo ditë krenar. Ata e dëshmojnë se Kosova është gati për NATO. Vajzat dhe djemt tonë në uniform janë dëshmi se ky shtet ka bije e bija të gatshëm të shërbejnë atë me nder, me përkushtim dhe të kontribuojnë edhe për paqen globale. Kryeministri i vendit Albin Kurti e shfrytëzoi fjalën e tij në ceremoninë e parakalimit të UÇK-s për të përcjellë edhe një herë mesazhin se këtë ditë feste nuk i mbyllin syt para padrejtësive që po kalojnë krerët e UÇK-s në Hag. Kreu i ekzekutivit kosovar përmendi investimet e mëdha të bëra nga ushtria dhe tha se forca e sigurisë së Kosovës është ushtri e gatshme për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial. Forca e sigurisë Kosovës sot po zhvillohet si një ushtri profesionale dhe e ndërveprueshme me alatët tonë, e gatshme për të mbrojtur sovranitetin shtetëror, integritetin territorial dhe jetën e qytetarëve të Kosovës, por edhe për të kontribuar krah alatëve për paqe dhe siguri në botë. Kryeministri Kurti deklaroi se parada e sotme nuk është demonstrim force përballë dikujt, por dëshmi e modernizimit dhe pjekurisë së shtetit. Parakalimin e trupave të forcës së sigurisë Kosovës dhe policisë e pan nga afër përfaqësues të korit diplomatik dhe përfaqësues institucional vendor. Mira qytetarë dolën në sheshin kryesor të Prishtinës për të manifestuar në mbështetje të ish luftëtarëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Me thirrjet drejtësi, jo politik, UÇK, liria ka emër dhe të tjera si këto, ata marshuan për të kërkuar liri për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Ata që dolën në foltore përmendën edhe një herë sakrificën e tyre dhe kritikat për gjykatën speciale. I pafajshëm plotësisht. Tërësisht i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës. Jo fajto, i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës. Ne nuk jemi sot këtu një turm, jemi një zë që nuk blihet, një zë që nuk friksohet, një zë që nuk do të ndalet.
ata që luftuan për këtë tokë nuk kërkuan pushtet, po kërkuan liri. Dhe liria nuk vihet në bankën e turpit. Lufta UÇK-s ishte luftë për mbijetesë dhe dinjitet kombëtar. Sot marshojmë që të dëgjohet qartë. Nuk do të lejojmë që historia të shtrembrohet. Nuk do të lejojmë që sakrifica të barazohet me faj. Nuk do t'i lëm vetëm heronjët tonë në hog. Sot kjo ditë është shenjtë për popullin tonë, 18 vjetori pavarësisë. Është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që fjuan për lirin tonë. Ne ishim disa djemë të ri, që nuk dinim nëse do të na çelte mëngjesi. Shumica nuk ishim uniforma, as ushqime të mjaftueshme dhe natyrisht as një siguri për jetën. Por kishim një gjë më të madhe dhe më të vlefshme se të gjitha ato të bashkë. Kishim besimin e pathyer se Kosova një ditë do të bëhej e lirë. Jemi mbledhur për të kujtuar një sakrificë, një rrugë të gjatë dhimbje, një çmim të madh lirie. Kjo nuk është vetëm protest. Kjo është ndërgjegja dhe mbështetja që popullu i bën bijeve të saj. Është zonja atyre që nuk janë më. Është fjala e nënave që ende presin. Dhe unë për ju që nuk më njeni, jam Shqipe Krasniqi. Jam njëra nga mia gra që kanë po luftën më sytë të tyre. Jam rrit në një kohë kur të qenit shqiptare në Kosovë nën kuptonte të jetoje me frikë, me kufizime, me pa drejtësi të përditshme. Kryeministri Edi Rama i ka uruar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës ish presidentit Hashim Thaçi, i cili ndodhet në Hag përmes një telefonate shoqëruar me pamje nga lufta për liri dhe pavarësi e Kosovës. Kreu i qeverisë shpreh shqetësimin për situatën e ish krerëve të UÇK-s në Hag. Krahas videos, Rama ndan me ndjekësit edhe se çfarë i ka thënë Thaçi nga Haga. Unë kam fituar për te i lirin dhe ku do të ndodhem atë nuk ma merr dot kur, askush, ka thënë ai. Gëzuar pavarësinë e ty komandante dhe jam shqetësuar shumë me këtë historinë. Vllai të përqafoj fort, të du shumë, më vjen shumë keq që s'bëj dot më shumë, po gëzuar edhe të përqafoj shumë fort dhe të falë atyre shokëve. Nuk pash. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio uroi Republikën e Kosovës me rastin e ditës së pavarësisë, duke riafirmuar mbështetjen e palëkundur për sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Në mesazhin e tij, Rubio theksoi rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve ekonomike ndërmjet dy vendeve për të rritur prosperitetin e të dy kombeve. Ai vlerësoi gjithashtu mbështetjen e Kosovës ndaj përpjekjeve amerikane për sfidat globale dhe rolin e saj si antare themeluese e Bordit të Paqes për Gazën. Një mesazh të ngjashëm përsolli një ditë më herët edhe presidenti Donald Trump. Gjithashtu, presidenti francez Emmanuel Macron i dërgoi një mesazh urim presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në 18 vjetorin e pavarësisë. Teksa përmend faktin që Kosova njeh për kushtimin e Francës për pavarësinë e Kosovës, theksoi se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Mesazhi urimi edhe nga mbreti Charles, i cili vënë duke lidhjet e forta ndërmjet dy vendeve dhe dëshirën për të forcuar më tej partneritetin. Edhe presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier theksoi se Gjermania mbetet një partner i besueshëm dhe mbështet rrugëtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, duke vlerësuar reformat e bëra deri më tani. Presidenti i Italisë Sergio Mattarella uroi për përparimin drejt integrimit euroatlantik dhe theksoi rëndësinë e stabilitetit në rajon. Që prej janarit të vitit 2014, kur u realizua takimi i parë në Prizren, numri i marrëveshjeve të nënshkruara mes Shqipërisë dhe Kosovës është 83, shumica e të cilave janë në fushën e tregtisë. Por sot, 12 vite më pas, vetëm 37 marrëveshje zbatohen plotësisht apo pjesërisht,
Ulje ngritjet në marrëdhëniet politike, veçanërisht mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit, janë reflektuar edhe në bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy shteteve shqipfolse. Nga Prizreni në Tiranë, Prishtinë, Korçë, Shpej apo Elbasan, Shqipëria dhe Kosova kanë zhvilluar 8 mbledhje ndërqeveritare në më shumë se një dekadë. E fundit e programuar për të zhvilluar më 14 qershor 2023 në Gjakov u anulua, që prej janarit të vitit 2014, kur u realizua edhe takimi i parë në Prizren, numri marrëveshjeve të nënshkruara mes Tiranës dhe Prishtinës është 83, shumica të cilave janë në fushën e tregtisë. Nga bizneset e dy shteteve tona që investojnë si në Shqipëri, si në Kosovë, po edhe si tem të bashkojnë atë kapitalin e tyre si bashkë investitor dhe të investojnë, por në që se thojma jemi të knaqër me nivelin që deri më sot e kemi pas, jo, nuk jemi të knaqër për arsye se ka hapësirë për më shumë. Por sot, 12 vite më pas, vetëm 37 marrëveshje zbatohen plotësisht apo pjesërisht. Ulje ngritjet në marrëdhëniet politike veçanërisht mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit janë reflektuar edhe në bashkëpunimin ekonomik mes dy shteteve shqipfolse. Akoma ne jemi në faza shumë latente dhe jo shumë të qëndësishme. Se nëse do të ketë interesa të mëdha ekonomike nga biznesi nga dy krahat, atëherë sigurisht që edhe politika do të ketë një qasje pozitive dhe do të shkojë nga mbrapa këtyre iniciativave për t'i mbështetur dhe për të realizuar një program sa më të madh. Nga të dhënat e institucioneve publike rezulton se deri më tani janë materializuar tërësisht marrëveshjet për heqjen e tarifave roaming. Është kryer pika doganore e Kosovës në portin e Durrësit, kryerja e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit doganor në pikën Morin Vërmic, njoja dypalçe dhe unifikimi i modeleve të certifikatave shëndetësore veterinare si dhe njoja reciproke e patentave për drejtuesit e mjeteve. Gjithashtu është realizuar krijimi i bursës shqiptare të energjisë, është miratuar fondi zhvillimor për luginën e Preshevës, është ngritur Dhoma ekonomike Shqipëri-Kosovë, qendra përbashkët trajnuese si dhe janë organizuar shërbimet përbashkëta konsullore. Këto shpenzimet administrative për mallin për ta eksportuar Kosovës e për ta importuar prej Shqipërisë në Kosovë e te kalojnë edhe vlerën e tatimit të vlerës së shtuar që duhet ta paguajë biznesi. Tashi politika është nxitse penguese në disa raste, por nganjëherë interesat ekonomike mund të kalojnë edhe disa konservatorizme apo qasje jo shumë produktive të politikës, si në rastin e ndërmjet qeverisë së Kurtit dhe Ramës, në cilat pavarësisht se ka një lloj në aparencë një lloj bashkëpunimi, por përsëri dihen ato divergjencat që kanë, sikur ashtu uni i Afërsia gjeografike, gjua dhe dokumentacioni konsiderohen si avantazhe në bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Kosovës, ndërkohë që politika, perceptimi tregtar dhe sjellja konsumatore vlerësohen si disavantazhe. Në ambientet e Bankës Qendrore të Kosovës në Prishtinë u çel ekspozita historike e Bankës së Shqipërisë, Paraja rrëfen, 100 vjet jetë dhe ngjarje. Kjo një nismë kulturore dhe edukuese që sjell për publikun historinë e parasë shqiptare dhe të Bankës Qendrore për gjatë një shekulli. Paraja rrëfen, 100 vjet jetë dhe ngjarje. Ekspozita historike e Bankës së Shqipërisë është zhvendosur në Prishtinë në këtë 18 vjetor pavarësi për Kosovën. Nga Naim Frashëri e Ismail Qemalit e Pjetër Bogdani apo Mbreti Gent, me Skënderbeun dhe Azdrenin, 6 kartë monedhat dhe 7 monedhat me kurs ligjor, bashkë me ato 10 traqindrat përdorura në një shekull, u ekspozuan në shtetin tjetër shqipfolës. Në përgatitjen e kësaj ekspozite jemi mbështetur dhe në një fond të pasur dokumentar të ruajtur në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave në Tiranë dhe në Arkivin e Shtetit Italian në Romë, që pasqyron gjithashtu edhe veprimtarinë e Bankës Kombëtare të Shqipërisë në qytete të ndryshme të Kosovës si Prizreni, Prishtina, Peja apo Gjakova, ku banka pati dek, filiale dhe agjenci në fillim të viteve 40 të shekullit të kaluar. Përmes kësaj ekspozite, Banka e Shqipërisë synon që historia të mos mbetet vetëm për tu parë, por edhe për tu kuptuar e përjetuar si një mjet edukimi dhe ndërgjegjësimi financiar. Në një kohë ku vendimarrja financiare bëhet gjithnjë më komplekse dhe teknologjia po transformon mënyrën e pagesave, kultura financiare dhe besimi në institucione mbeten elemente kyç të stabilitetit dhe mirëqenies shtetërore. Vizioni ynë i sotëm është rruga drejt Bashkimit Evropian, ku parafrimi me rregullat dhe praktikat europiane nuk duhet kuptuar vetëm si synim politik, por dhe si përmirësim konkret i jetës së qytetarëve. Në këtë frym, hapa si parafrimi me standardet e pagesave europiane dhe objektiva si integrimi në SEPA
Janë shembuj të qartë se si tregtimi i paras vazhdon të shkruhet me më shumë lehtësi, transparencë dhe siguri. Ekspozita shpalos rrugtimin e paras dhe Bankës Qendrore Shqiptare në 3 epoka kryesore historike të formësuara nga ndryshimet politike, zhvillimet gjeopolitike dhe ngjarjet ekonomike, nga standardi i arit dhe ekonomia e planifikuar deri te kornizat moderne të politikës moderne të orientuara drejt stabilitetit të çmimeve. Kjo ekspozitë është një demonstrim i bashkëpunimit që shkëlqyeshëm që kemi mes dy bankave qendrore në aspektin e edukimit financiar, ku shpalosim së bashku historinë monetare të 100 vjetëve të fundit. Sigurisht ne besojmë që edukimi financiar është një shtyllë e rëndësishme e bashkëpunimit që lidhet po ashtu me rritjen e aftësive të qytetarëve për të kuptuar më mirë aspektet e funksionimit të paras, funksionimit monetar, stabilitetit financiar dhe veçanërisht për detyrat dhe mandatet që kanë bankat qendrore. Ekspozita Paraja rrëfen 100 vjet jetë dhe ngjarje në Prishtinë realizohet fal bashkëpunimit me Bankën Qendrore të Republikës Kosovës dhe me mbështetjen e Institutit Italian të Kulturës. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë pranoi pjesërisht kërkesën e magjistratëve dhe konstatoi se paga e tyre ka pasur ulje të fshehur ndër vite. Megjithatë, vendimarrja për rritjen e pagave i takon Kuvendit të Shqipërisë, i cili duhet të bëjë ndryshimet ligjore deri në 31 korrik 2026. Gjykata thekson se ndërhyrja duhet të garantojë që paga e magjistratëve të mos bjerë në standardet kushtetuese. Rritja e pagave për gjyqtarët e prokurorit i takon ligjvënësve dhe jo gjykatës kushtetuese. Ky ishte vendimi që dhanë gjyqtarët e kushtetueses, të cilët e pranuan pjesërisht kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për rritje page. Një tjetër vendim pa vendim të qartë pas atij për pezullimin e ministrave që Edi Rama çoi në kushtetuese. Një vendim që kënaq pjesërisht gjyqtarët, por nuk u jep efektet financiare që ata kërkonin, pasi këtë gjë ja kanë lënë në dorë Kuvendit, pra mazhorancës Edi Ramës. Kushtetuesja e ka pranuar si të drejtë kërkesën e magjistratëve për rritje page, por thekson se duhet të jetë Kuvendi, ai që do të miratojë ndryshimet ligjore të nevojshme deri në datën 31 korrik të vitit 2026. Në këto kushte i takon Kuvendit të miratojë ndryshimet ligjore të nevojshme sipas arsyetimi të këtij vendimi për të përshtatur pagën e magjistratit me standardet kushtetuese, i cili duhet realizohet brenda datës 31/07/2026. Gjithashtu duke konsideruar se ligji numër 33, fraksion 2023, parashikonte rregullim para paveprues pasi formula e re për llogaritje nga data 1/04/2023, gjykata vlerëson se efektet financiare të ligjit të ri duhet llogariten po nga data 01/04/2023, duke përcaktuar një skemë të arsyeshme përshtatjeje për pagesat e prapambetura për periudhën nga data 01/04/2023 deri në hyrjen në fuqi të ligjit të ri. Unioni i Gjyqtarëve kërkonte që referenca për pagën e tyre të ishte në shërbimin civil për të përfituar rritje më të shpeshta, por kushtetuesja këtë kërkesë nuk e ka pranuar. Gjykata theksoi se ligjvënësi brenda hapësirës së tij normuese ka diskrecion për formulën e referencës në shërbimin civil ose në pagat e funksionarëve publik të tjerë, duke qenë kjo një çështje që i përket oportunitetit të tij. Megjithatë, në ushtrimin e kësaj kompetence në plotësimin e kuadrit ligjor, ai duhet të mbajë parasysh përcaktimet e nenit 138 të Kushtetutës, duke garantuar në çdo rast që paga dhe përfitimet e tjera që vijnë si rrjedhojë e zbatimit të sistemit të referencës së pagave të mos ulen nën standardet e përcaktuara në atë vendim, përveç se kur verifikohet përjashtimi i nenit 138, shkronja A të Kushtetutës. Kushtetuesja konstaton që gjyqtarëve ju është ulur paga në mënyrë të fshehtë, pasi mosrritja e pagës së tyre dhe rritja e çmimeve nuk kanë qenë në proporcion të drejtë. Për vitin 2016, ekonomia e vendit është rritur në vijim, të ardhurat në buxhetin e shtetit janë rritur, fenomenet globale, COVID-19 dhe lufta në Ukrainë kanë ndikuar në rritjen e çmimeve, ndonse rezultati në vlerë financiare absolute i pagës së gjyqtarit, i prodhuar nga formula e re sipas ligjit objekt shqyrtimi, nuk është më i ulët sa i prodhuar nga formula më parshme, formula e kundërshtuar në raport në rritjen ekonomike si dhe rritjen e çmimeve, ka pasjell një ulje të fshehur të shënjestruar të pagës të magjistratit, duke ngrirë atë, arsye për cilat ligji numër 33, fraksion 2023 duhet të shfuqizohet. Kjo kërkesë e gjyqtarëve është kundërshtuar më parë nga kryeministri Edi Rama, duke e cilësuar atë si të pajustifikuar dhe skandaloze.
E ngarkuara me punë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn ka zhvilluar një takim disa minutësh me kryetarin e kuvendit Niko Peleshi. Kjo bisedë e diplomates amerikane dhe Peleshit vjen një ditë pasi Edi Rama prezantoi në grupin parlamentar ndryshimet ligjore në kodin e procedurës penale për përjashtimin ndër të tjera edhe të Këshillit të Ministrave nga masa e pezullimit nga detyra. Gjithashtu takimi paraprin mbledhjes së Këshillit të Mandateve ditën e hënë për imunitetin e Belinda Ballukut. Me anë të një reagimi në rrjetet sociale, kryeparlamentari Peleshi pas takimit me Van Horn shkruan se Shqipëria mbetet e angazhuar për të kontribuar në paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe global. Edi Rama prezantoi drejtorin e ri të Akshit, ndërsa mbrojti bashkëpunëtorin e tij, ish drejtuesin e këtij institucioni, Mirlinda Karçanaj, e cila akuzohet nga SPAK për bashkëpunim me grup të strukturuar kriminal. Shkoi për të prezantuar Iglitafën si drejtuesin e ri të Akshit, por Edi Rama mbrojti me vendosmëri ish drejtoreshin e larguar Mirlinda Karçanaj, e cila ndodhet në arrest shtëpie për shkak të përballjes së saj me drejtësinë, e akuzuar për bashkëpunim me grup të strukturuar kriminal. Për Linda Karçanaj, e njoh si një nga njerëzit më të përkushtuar. Jam i pikulluar për gjithçka ajo po kalon. Linda është një nën e vetme me 2 fëmijë. Duke e cilësuar si një bashkëpunëtore të ngushtë, Rama shpreson që ajo t'ia hedhë akuzave të SPAK. Unë dua të besoj me gjithë zemër që do të dali e pastër. Ashtu si në komunikimet e fundit nuk munguan as sulmet ndaj një pjese të drejtësisë së re. Nëse në botën tuaj virtuale eksperimentet bëhen me algoritme, në këtë botën e revolucionit drejtësisë, këto bëhen mbi lëkurën e njerëzve. Nuk është prezumimi pafajësisë ai që udhëheq, po është prezumimi i fajësisë. Dhe ky është një element dramatik i këtij procesi. Rama nuk e fshehu që akuzat për Akshin kanë ndikuar në stafin e këtij institucioni. Për këtë arsye, ai premtoi mbështetje si morale ashtu edhe financiare. Çfarë nuk të vret vetëm të forcon. Ka një kosto, patjetër, kosto janë to kushte mund të jetë më lart, por është një fatkeqësi shumë e madhe që emri Akshit të njolloset. Sinqerisht dhe realisht, ju jeni një nga gurët më të pazëvendësueshëm të mozaikut të shtetit shqiptar. Akshi duhet të jetë jashtë sistemit normal të pagave për shkak se konkurenca në këtë fushë është shumë e fortë. Kryeministri kishte edhe një përgjigje për ata që kanë pretendime për diellën. Çfarë është diella? Diella është një produkt i Enios, i Lindës dhe i të tjerëve këtu që punojnë me ta. Pavarësisht hetimeve, puna e Akshit do të vijojë për zhvillimin e inteligjencës artificiale, tha Rama, edhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar në këtë fushë. Sali Berisha i kërkoi dorëheqjen e menjëhershme e Edi Ramës, duke e akuzuar se me propozimin për ndryshimin e kodit të procedurës penale, po konsumon grush shteti për të mbrojtur veten dhe zyrtarë të tjerë të lartë nga pezullimi. Sipas Berishës, këto ndryshime bien ndesh me kushtetutën dhe me një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit 2002, ndërsa ai ende nuk ka vendosur nëse do t'i drejtohet kësaj gjykate për t'i kundërshtuar. Edi Rama duhet jap me njërë dorëheqjen. Me këtë kërkesë të prerë, e nisi Sali Berisha komunikimin e tij me median, duke akuzuar kryeministrin se është duke konsumuar grush shteti me propozimi për të ndryshuar kodin e procedurës penale, që mbron nga pezullimi veten dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë. Kushtetuta nuk ka dashur të mbrojë kryeministrin, ministrat dhe kontrollin e lartë të shtetit nga pezullimi. S'mund ta bëj ligji. Nuk mund të japish kurrë mbrojtje tjetër përveç asaj që i ka dhënë kushtetuta. Jo. Sepse është tejkalim flagrant i kushtetutës. Për Berishën, ndryshimet e propozuara janë në kundërshtim me frymën dhe gërmën e kushtetutës, por edhe me një vendim të vetë gjykatës kushtetuese të vitit 2002, kur është tentuar shtimi mbrojtjes ligjore për kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Në vitin 2002, Parlamenti në një akt marrëzie, si ky që duan bëjnë tani,
miratoj ligje dhe amandamente për të mbrojtur kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Gjykata kushtetuese hodhi në koshk të plehrave amandamentet ligjin e ndryshuar të paraqitur. Por Berisha gjen shkelje edhe në parimet e ligjit themeltar të shtetit, ku sipas tij nuk mund të barazohet imunitetit të zgjedhurit me të emëruarit. Përpjekja për të barazuar personat e emërtesës me të zgjedhurit është një shkelmim tjetër flagrant i kushtetues. Është një tejkalim flagrant i kushtetues. Po, barazohen sepse dhe fakti, imuniteti nuk ka të bëjë me pezullimin. I pyetur nëse do t'i dërgojnë në gjykatën kushtetuese ndryshimet e propozuara nga Edi Rama, Berisha tha se ende nuk e ka marrë një vendim të tillë. Pas pak do të ndiqni SPAK lexoi konkluzionet përfundimtare ndaj të pandehurve të dosjes 5D, duke kërkuar fajësi dhe një total prej 39 vitesh burg për 7 të pandehurit. Mes tyre janë edhe 3 ish drejtorë të institucioneve të varësisë së Bashkisë Tiranë. Rikthehemi të nderuar teleshikues me edicionin qendror. SPAK lexoi konkluzionet përfundimtare ndaj të pandehurve të dosjes 5D, duke kërkuar fajësi dhe një total prej 39 vitesh burg për 7 të pandehurit. Mes tyre janë edhe 3 ish drejtorë të institucioneve të varësisë së Bashkisë Tiranë. Ata akuzohen për krijimin e një skeme korruptive përmes marrjes së tenderave nga një shoqëri tregtare që zotërohej de facto prej tyre. Prokuroria e posaçme SPAK i kërkoi gjykatës të shpallë fajtor dhe të dënojë me 39 vite burg në total 7 të pandehur të dosjes 5D, mes të cilëve 3 ish drejtorë të institucioneve të varësisë së Bashkisë Tiranë. Ish drejtorët Redi Molla dhe Mariglen Qato akuzohen nga SPAK për krijimin e një skeme korruptive, duke fituar tendera në vlera qindra mijëra euro nga institucioni ku ushtronin detyrën përmes shoqërisë tregtare 5D, që në të vërtet zotërohej prej tyre.
Për strukturën e posaçme, 7 të pandehurit duhet të fajsohen për korrupsion, pastrim të parave, fshehje të pasurisë dhe shkelje të barazisë në tendera, të kryer më shumë se një herë. Dënimi më i rënd me 11 vite burg u kërkua nga SPAK për të pandehurin Redi Molla, ish kreun e ujësiellës Kanalizime Tiranë, si përgjegjës për 7 episode korrupsioni, 5 raste të mosdeklarimit të pasurisë dhe akuzën e pastrimit të parave. Për të pandehurin Mariglen Qato, ish vartës i Mollës, por edhe ish kryeinspektori i IMT, SPAK kërkojnë 9 vite burg, ndërsa për Taulan Tushen, ish drejtori i punëve publike në Bashkinë e Kryeqytetit, 4 vite heqje lirie. Dënime më të buta si fajtor për shkelje të barazisë në tendera u kërkuan për ish anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Anton Punavia, Julian Zanaj dhe Albano Janku, ndërsa për ish administratorin e 5D, Nestor Muhamedllari, u kërkua dënim me 7 vite burg. Për ish zyrtarët, SPAK kërkoi dënim plotësues, heqje të drejtës të ushtrimit funksioneve publike për 5 vite. Në përfundim, prokurorët e posaçëm kërkuan konfiskim të gjitha pasurive të tundshme e të patundshme të sekuestruara për llogari të kësaj çështjeje, përfshi shoqërinë 5D dhe asetet e saj. Sipas SPAK, 5D që kishte për pronar de facto Redi Mollën dhe Mariglen Qaton, në periudhën 2016-2020 ka përfituar 12 procedura tenderuese në shkelje të ligjit, duke realizuar fitime në shumën e gati 193 milion lekëve të rinj. Paratë e përfituara përmes punimeve fiktive, sipas SPAK, janë depozituar në gjendje kesh në arkën e shoqërisë. Gjykata e Tiranës liroi nga qelita e paraburgimit Vladimir Gjutën, i akuzuar për moskallëzim krimi dhe pengim të zbardhjes së të vërtetës në lidhje me plagosjen e një 18 vjeçareje në një hotel në Sauk. Ai do të hetohet në masën e sigurisë detyrim për paraqitje. E njëjta mas u dha edhe për Myrvet Rexhamat Gjutën, ndërsa për Elisialdo Gjutën u caktua masa e arrestit në burg. Pas 3 ditësh izolim, gjykata e Tiranës liroi nga paraburgimi Vladimir Gjutën, i arrestuar pas plagosjes me armë zjarri në rrethana të paqarta të një 18 vjeçareje në një hotel në pronësi të familjes së tij në zonën e Saukut në kryeqytet. Personazhi i njohur për njësor precedentësh penal dhe përballjesh me drejtësinë do të hetohet në masën e detyrimit për paraqitje për veprën penale të moskallëzimit krimit dhe veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. E njëjta mas sigurie për të njëjtat akuza u caktua edhe për Myrvet Rexhamati Gjutën, ndërsa për 22 vjeçarin Elisialdo Gjuta, të dashurin e vajzës së plagosur, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest në burg. Përveç 2 akuzave të tjera, ai akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje. Antarët e familjes Gjuta u arrestuan në orët e para të 14 shkurtit, pasi një 18 vjeçare u dërguan nga 2 antarë të saj në QSUT e plagosur me armë zjarri në krahëror, plag që nuk i vuri në rrezik jetën. Para oficerëve të policisë, vajza pretendoi se ishte vetë plagosur, ndërsa shoqëruesit e saj thanë se kishin gjetur të plagosur pranë rreth rrotullimit të fakultetit ekonomik. Nga veprimet hetimore, rezultoi se e reja kishte dalë plagosur nga hoteli i familjes Gjuta në Sauk. E reja pranoi se ngjarja kishte ndodhur në një nga dhomat e hotelit. E mbërritur në vendngjarje, policia nuk gjeti as armën me të cilën ishte plagosur vajza dhe as ndonjë shenjë tjetër. Ndaj 5 antarëve të familjes Gjuta u ngritën dyshime për fshehjen e ngjarjes dhe kryerjes së veprimeve për mos zbulimin e saj. Përveç 3 personave që dolën për mas sigurie para gjykatës, policia vijon kërkimet për Sajmir Gjutën, babain e 22 vjeçarit dhe kushëririn e tij Elvir Gjuta. Pas pezullimit të Erion Ismailit me urdhër të SPAK-ut, kryekomisar Besmir Dervishi është komanduar në detyrën e nëndrejtorit të policisë së Tiranës. Ndërkohë ndryshime të shumta në struktura drejtuese të policisë vijojnë, por gara për drejtuesit e departamenteve në detyrinë e përgjithshme mbetet e bllokuar prej më shumë se 3 muajsh. Shkak është padia e ish drejtoreshës së BKH-s, Aida Hajnaj. Pas pezullimit të Erion Ismailit me urdhër të SPAK si nëndrejtori i policisë së Tiranës, në vend të tij është komanduar kryekomisar Besmir Dervishi. Erion Ismaili u pezullua nga detyra me urdhër të SPAK më datë 16 dhjetor të vitit të kaluar, pas hetimeve për çështjen e Akshi. Nëndrejtori i ri i krimeve për policinë e Tiranës, Besmir Dervishi, më parë ka qenë shefi komisariatit numër 3, më pas u transferua shefi komisariatit numër 5, ku qëndroi rreth një muaj për të kaluar më pas shef sektorin drejtorinë e policisë së Tiranës.
Ndryshime të shumta janë bërë 2 muajt e fundit në polici me urdhër të prodhës dhe pritën të tjera lëvizje, por pa dia Aida Hajnaj po ban pezull prej më shumë se 3 muajsh garën për drejtorët e departamenteve në drejtorinë e përgjithshme në policinë e shtetit. Gjykata administrative nuk ka dalë ende me një vendim lidhur me padin. Të gjitha seancat gjyqësore janë shtyrë, e fundit më dall 10 shkurt. Ish drejtuese e Byros Kombëtare të Hetimit, Aida Hajnaj, pretendon të rikthehet në postin e mëparshëm në policinë e shtetit. Hajnaj ka drejtuar BKH-n për 5 vite, ndërsa mandati i saj përfundoi më datë 1 shtator 2025. Para se të emërojë në krye të BKH-s, Aida Hajnaj mbante postin e zëvendësdrejtoresës së përgjithshme në policinë e shtetit. Ndërkohë në këtë departament është hapur gara për plotësimin e vakancës. Më 7 nëntor 2025, Hajnaj është drejtuar gjykatës administrative me padi. Ajo kërkoi pezullim të konkursit derisa gjykata të shpall vendimin, i cili nuk është marrë ende. Shqipëria dhe Irani bisedojnë në Gjenevë në negociata kritike që synojnë shmangjen e një lufte edhe pse nuk ka shumë pritshmëri. Trump deklaroi se do të jetë i përfshirë në mënyrë indirekte, ndërsa paralajmëroi se do të ishte më mirë të arrijë një marrëveshje se sa të bombardonin sërish sajtet bërthamore. Në njën e forcave masive ushtarake të grumbulluara në lindjen e mesme, Shtetet e Bashkuara dhe Irani po zhvillojnë raundin e ri të bisedimeve në Gjenevë, me synimin për të zgjidhur mosmarrëveshjet bërthamore. Të dërguarit e Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner marrin pjesë në bisedimet e ndërmjetësuara nga Omani, ndërsa Teherani përfaqësohet nga ministri i jashtëm Abbas Araghchi. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të përfshihet në mënyrë indirekte në bisedime, ndërsa kërcënoi Iranin të pranonte ujdin për të shmangur bombardime të reja. Nuk mendoj se ata duan të shohin pasojat e mospranimit të një marrëveshje. Ne mund të arrijmë një ujdi në vend të dërgimit të avionëve B-2 për të shkatruar kapacitetet e tyre bërthamore. Shtetet e Bashkuara po përgatiten për mundësinë e një operacioni ushtarak që mund të zgjasë me javë kundër Iranit, nëse Trump jep urdhrin për të sulmuar sipas 2 zyrtarëve të lartë, edhe Irani duket se po bëhet gati për mundësinë e një lufte, teksa nisi një stërvitje ushtarake të hënën në ngushticën e Hormuzit, një itinerar kyç për eksportin global të naftës. Washingtoni ka kërkuar të zgjerojë bisedime duke përfshirë edhe çështje jo bërthamore, si arsenali i raketave balistike, por Teherani thotë se është i gatshëm të diskutojë vetëm mbi reduktimin e programit bërthamor në këmbim të heqjes së sanksioneve dhe se nuk do të heqë dorë plotësisht nga pasurimi i uraniumit. Të hënën sekretari i shtetit Marco Rubio tha në një konferencë për shtyp se është e vështirë të negociohet me Iranin, por se SBA po përpiqej. Ndërkohë një zyrtar i lartë iranian tha të martën se suksesi në negociata varet nga shmangja e kërkesave jo realiste nga Washingtoni. Orges Shehi është gati të rikthehet tek Tirana. Pas humbjes në derbi me Partizanin, tek Bardha Blut nuk ka më tolerime dhe çdo hap tjetër fals mund të rëvë në dyshim të ardhmen e Ardian Nuhujit dhe emri më i diskutuar për ta zvendësuar atë është ai i Orges Shehit. Orges Shehi është shumë pranë rikthimit tek Tirana. Humbja në derbi duket se ka vënë në lëvizje drejtuesit Bardha Blu, të cilët tani kërkojnë trajnerin që disa vite më parë i shpalli kampion të Shqipërisë. Në kampin e kryeqytetasve nuk ka më tolerime dhe përveç fitores, çdo rezultat tjetër mund të vendosë në dyshim të ardhmen e Nuhiut. Orges Shehi është tekniku i kryeqytetasve, e njeh mjaft mirë ambientin dhe mbetet një figurë e vlerësuar nga drejtuesit dhe vetë tifozët. Në sezonin 2021-2022, ai arriti të shpallë ekipin kampion, derisa një vit më pas fitoi dhe Kupën e Shqipërisë, duke lënë firmën e tij në sukseset që Bardha Blut kanë regjistruar në vitet e fundit. Përveç 2 trofeve të fituar, 46 vjeçari mbetet trajneri më i gjatë tek Tirana, duke drejtuar skuadrën për 2 vite e 9 muaj. Sezoni aktual nuk i ka gjetur mirë Bardha Blut. Për javësh Tirana është afër zonës së ftohtë dhe objektivi i klubit mbetet një dhe i vetëm: qëndrimi me çdo kusht në elitën e futbollit shqiptar. Aktualisht kryeqytetasit janë në kuotën e 21 pikëve, në vendin e 8, një më shumë se sa Flamurtari dhe Bylisi, që mbyllin tabelën e klasifikimit.